Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti sot ka ditën e fundit sipas mandatit që ka marrë nga Vjosa Osmani për të prezantuar kabinetin e tij qeverisës dhe programin qeverisës në rolin e mandatit për formimin e qeverisëre. Deputetët do të mblidhen në seancën e jashtëzakonshme plenare me rendin e vetëm të ditës, zgjedhja e qeverisë së Republikës së Kosovës nga ora 10, por për formimin e ekzekutivit të ri nevojiten 61 vota. Në rast të mosformimit, Albin Kurti do të bëhet mandatari i parë që do të dështojë për krijimin e qeverisëre, pasi në të gjitha proceset e tjera për formimin e qeverisë mandatarët janë zgjedhur me shumicë votash. Herën e parë, raporton Kosova Press, presidenti Osmani ka theksuar se nëse nuk kalon qeveria e re sot, atëherë ajo brenda 10 ditëve do t'i ftojë partitë të shohin nëse ndonjëra prej tyre mund të sigurojë 61 votat e nevojshme. Nëse qeveria nuk formohet as pas tentimit të dytë, Osmani sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda 40 ditëve. Në të gjitha proceset e tjera për formimin e qeverisë, mandatarët janë zgjedhur me shumicë votash në herën e parë. Bayram Rexhepi në vitin 2002, Ramush Haradinaj 2004, Bayram Kosumi 2005, Agim Çeku 2006, Hashim Thaçi 2008, 2010, 2014, Isa Mustafa 2014, Ramush Haradinaj 2017, Abdullah Hoti 2020 dhe Albin Kurti 2020-2021. Më nënt shkurt vetëvendosje doli fituese me 48 vende në kuvend, PDK 24, LDK 20, koalicioni AAK Nisma 8 vende. Komuniteti serb ka 10 vende të garantuara, 9 prej të cilave u fituan nga lista serbe dhe 1 nga Nenad Rashić, Partia për Liri, Drejtësi e Mbijetesë. 10 ulse të tjera parlamentare janë të rezervuara për komunitetet jo serbe.